ekspozen që ju bët, raportet me Greqinë, sepse ajo që ju më tha tani vjen vetëm 2 ditë pas takimit fundit të ministrit jashtëm Hasani në Greqi, të cilin ministri grek në nxori dhe me origjinë greke. Foli për hijet që duhet lihen pas edhe për kapitujt të ri. Ndërkohë që ju thatë që është gati që mund të vinë deri në shkumbin. Jo, e thënë ajo kujtesenca e takimit diplomatik. Shiko, ne do të mbështesim hapjen e kapitujve tuaj për antarësimin në Bashkimin Evropian, për kujdes minoritet. Pra asnjëherë, në qëndrimi dhe në politikën greke, çdo lëshim që bëjnë ata, nuk ka një vjek nga mbrapa. Dhe këtë ne kemi pësuar me kohë. Edhe nga veprimet që kanë bërë qeverisjet e mëpashme në marrëdhënie me Shtetin e Greqisë, duke lëshuar pe edhe për varrezat e ushtarëve, duke lëshuar pe edhe për çështjet e ortodoksisë, edhe të minoritetit, edhe të pronave, edhe të çështjes së deklarimit të etnitetit, e kuptonet, dhe shumë gjëra të tjera deri tek çështja e detit në fund. Mos kujtoni ju se Grekut do të lëshoj diçka do të jetë dakord për hapjen e negociatave të kapitujve të rinj, pa të marrë diçka tjetër. Përvoja e ka treguar këtë. Pra përvoja e gjatë e këtyre 34 viteve të ekzistencës së shtetit shqiptar në demokraci e ka treguar këtë, se cili është qëndrimi i shtetit grek në interesave tona. Akoma, midis dy shteteve, ne flasim që jemi antar të NATO-s së dy, ne flasim akoma dhe nuk ka kurajo dhe vullnet politik, edhe ai kryeministri që është tani atje dhe që ka marrëdhënie të mira me kryeministrin ton, të heq ligjin e luftës. Ekziston ligji i luftës midis dy shteteve, zotëri. Të vendosi sanksione ndaj organizatave që shkelin kushtetutën e Greqisë dhe që kanë të pretendime territoriale të Vori Opirit deri në shkumbin ndaj shtetit shqiptar. Po këto çfarë janë? Të mos përmendet asnjëherë çështja Çame. Pse kujt i dhëm çështja Çame që zëhet përmendur? A mund të fshihet historia? Historia nuk mund të fshihet. Mund ta lësh në harres për kohën. Mund t'i kaloj pak pluri harresës, po ajo nuk mund të fshihet, se është në memorien e njerëzimit dhe të popujve, të atyre njerëzve që e kanë pësuar mbi shpinë. E çdo të thotë që të mos ekzistojë çështja Çame. Çfarë i dhëm Greqisë këtu? Po ka një rrugë demokratike brenda standardeve të shtetit qytetarit, që Bashkimi Evropian duhet t'ia imponojë qeverisë dhe shoqërisë greke, që të ndryshojë qëndrim ndaj çështjes Çame. Se ne nuk flasim për pretendime territoriale ndaj Greqisë, po flasim për të drejtat e një populli që është masakruar dhe është shpërngulur me dhunë, e kupton, ekstreme nga trojet e veta. Dhe pronat janë atje. E drejta në kadastër është atje. Kam kaluar unë në territorin e Çamërisë, nuk guxojnë ata të bëjnë investime strategjike atje. Por e kanë lënë me një zhvillim, do të thënë gati mesatar dhe ndoshta e dinë që një ditë edhe mund ta lëshojnë. Ashtu sikondër po të shikosh në gjithë pjesën shqiptare, nga Arta e deri lart në atë sipër afër Prespës, po të shikosh në gjithë pjesën shqiptare, që është rreth 17.000 km², investimet greke janë minimale. Ndërsa në pjesën tjetër investimet janë kolosale. Pse? Ja, unë e shikoj si vizitori thjesht. E shikoj këtë ndryshim të madh. Që në autostrada, që në ndërtime, që në shumë gjëra tjera. Mos ndoshta një ditë duhet i lënë se i kanë pjesë të tepërt, nuk u takojnë atyre? Pra, ne nuk po flasim për pretendime territoriale, po flasim për të drejtat e njeriut. Dhe këtu, në kapitullin e politikit evropian, Greqia duhet që të, po bjej telefon për shkallë, Greqia duhet të ndryshojë pozicion. Dhe pozicioni qeverisë shqiptare duhet të jetë më elastik, më dinjitoz, më kurajoz, sepse e drejta qëndron në anën e popullit shqiptar. E drejta qëndron në kërkesat dhe në vendimarrjen që duhet të ketë shteti shqiptar. Nuk po flasim për acarim të marrëdhënieve, nuk po flasim për prishje të tjera, po flasim për një çështje që duhet vendoset në bazën e të drejtës, e cila është e certifikuar
në vetë themelin e Bashkimit Evropian, edhe të NATO-s. Tek ajo më mbeti çfarë mund kërkoj Greqia në këmbim të integrimit, se është hapur shumë andej në disa fronte nga jugu, po. Mos keni merak se ajo çështja e ujrave detare që do shkojë në Hag do favorizoj shtetin grek. Dhe çështja atje po shkon, edhe lëshimet që po bën atje do vën. Pra deti në këmbim të integrimit. Kjo është ai gabuar. Zoti Abazi, unë të falenderoj shumë për bisedën. Jam i njohës për kohën, për analizën gjithë përfshirëse që ju bë dhe shpresoj që në të ardhmen të kemi mundësi që të komunikoj sërish me ju. Faleminderit ju. Ju uroj ditë të mbarë dhe më të mira.